Nëse dikush prej nesh e ka thy zemrën e dikujt, nëse dikush prej nesh është i dhru me dikan, nëse dikush prej nesh nuk fol me dikan, sidomos familjet tona të ngushta, atëherë duhesh, si thot populli, t'ja thesh kamën shejtanit edhe të shkosh për hir të Zotit, edhe pse ai e ka fajin, ti ta marrësh fajin mbi veti, që ja japësh dorën edhe t'ja bësh halal. Kjo është sevap shumë i madh, apo? Është patjetër, jo shumë i madh, po ti faktikisht në këtë rast ai shejtani nëse ka me plasën këto ditë, kur ti për hir të Zotit ja falen gabimin që ta ka bën ndaj teje, por ti e merr përsipër, sikurse ti ke bë gabim. Qëllimi final është që ti të pajtohesh e kur të vere bajrami, të bash bajram. Andaj pajtohuni tash para bajramit, sidomos familjarë në mes veti. Po, është patjetër. Pra duhet të mundohemi, pra edhe prej këtu e japim këtë mesazh nga vëllezërit tonë, nga motrat tona, mundohuni që t'ja shtrini dorën njëri tjetrit, për ngatresat të cilët janë të pakuptimta, ka ngatresat të cilët nëse i dëgjon, do të janë edhe shumë pa lidhje të përmenden, por ka hi shejtani dhe i ka hidhru di vëllezër, i ka hidhru di familje, e atëherë bëhu shkak në këto 10 ditët e Dhulhijhës që janë përpara, që inshallah Allahu Dhul Xhelal ta shlon rahmetin e vet, ta shlon mëshirën dhe bereqetin e vet, edhe të pajtohen dy njerëz, të pajtohen dy familje, që kur të vjen ditë e Bajramit të hapet dera edhe më e madhe, edhe për familjet tona, edhe për fëmijët tonë, edhe për ata të cilët i kemi, domethënë në shtëpijet tona.